flasim me një polic nga Dibra e Maqedonisë, por që shërben këtu në Shtetin të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, quhet Mohamed. Përshëndetje Mohamed. Faleminderit shumë për kohën. Cila është puna që e bën këtu në Staten Island? New York City Police Department. Që sa? Që afër 13 vjet. 13 vjet. Është një supervisor. Jam shumë i kënaqur. Shumë bukur, shumë punë vështirë ka njerë, po është interesant shumë njerëz pi ndryshe vende e në mësohet shumë. Është punë që i shërben komunitetit? Po, kem qejf shumë. Nga je me prejardhë, si ke ardhë ti dhe familja jote në Amerikë? Po, unë jam i lindur këto, po prindët, babën e kom pi Dibrës madhe, nënën pi Dibrës vogël. Po këto jam li. Ata kanë ardhë në çfarë viti në Amerikë? Shumë moti? Shumë, po, ndoshta duhet të ketë një 25 vjet. Edhe ju jeni lind këtu, jeni rrit në Amerikë? Po, unë jam lind këto, në shkollë këto, po shkoj. Kur isha më i vogël, na qoshin në Dibër, shkosha në shkolla gjë. Për qatë e di Shqipën pak. Ja, mirë. Po, e gjishin, gjithë një vishin, çdo verës, me ato gjithë një folqa Shqip. Inshallah e kom qejf ti mësoj e colt Shqip, po më duket pak zorshun. A ke qenë, tash ma kohët fundit, a ka rënë Kosovë, a ke qenë a? Në Kosovë, jo. S'kom qenë, kom qejf një ditë shkoj, inshallah të shkoj. Po në Dibër, shumë herë kom qenë. Kom hallat e migjat, shumë festna të parë, shret të parë. Në Shqipni kom qenë, çdo herë. Po, inshallah, e kom qejf sa më shumë. Sidomos ti marrë colt, të shkojnë të shohin pi ku vinë. E di, janë le këto, e non ju le këto, po ala më duket në mend, e në zemër beso, se pia gjë jemi. E di shkuj di mondet gabim, po I appreciate America, e di që jam le këto, në eduko këto, po punoj këto, po ala e di mendohem, e në pia gjë, e di Menden e kom. Shqiptar, je shqiptar. Po, e vërtet. A ka edhe shqiptar tjerë në polici? Ka shumë. Pi çdo vend, pi Kosovë, pi Uçini, pi Dibre kemi, pi Shqipnie. Punëtor jemi. Fetar. E disa nuk besojnë se shqiptar janë shumë, po jemi. Vjen shumë mirë. A ka komunitete edhe tjerë jashtë policisë që rrinë me shqiptarë, që dilni, që keni shoqëri me shqiptarë të tjerë? Po si jo, e kemi atë American Law Enforcement. Shoqatën. Shoqatën, e kemi në NYPD, e kemi Illyrian Society. Po, kemi, shumë bukur. Edhe është e rëndësishme për juve me majt edhe gjuhën, apo me folë me njëri tjetrin shqip për ka... Gjuhën, the culture, kulturën, ato si janë në ndryshojnë pak, për njerëz qera. Ne e kemi ato tonët, zakonat e ato gjoja, e njerëz qera i kanë të ato, kjo është bota, shumë bukur, dreshe vende, po është majt a majsh, tani, është majt. A të shumë muzikë shqip? Po si jo, kom qejf shumë bukur. Po ma shumë ato kanë me qeteli i kom qejf. Si bëjnë, ma shumë ato i kom qejf. Nuk i marrë vesh shumë, sër i marrë vesh, të tëftoj drejt. Po muzikën e kom qejf shumë. Okej, edhe të fundit, çka të ka shty mu ba polic? Pse ke zgjedhë mu ba polic në NYPD? Të tëftoj drejtën, së në thëj ishte një gjë, si më bëni vetëm Zoti. Vetë Zoti më ka qonë në këtë rrugë, të tëftoj drejt. Asë njerë në jetën tem më ndosha se jem milic. No. Vetë
u më qova një ditën e milici isha, ku e di se di si të thom. Por tash pëlqen edhe e bën me qejf. Shumë pëlqen. E ne inshallah në qed shqiptar. E ne kemi pjot për ne inshallah e ne ma shumë. Se unë besoj se ne kemi një understanding, një marrëveshje, portfolio. Se di piku e marim, si e marim. Për ne shqiptar besoj, ne mund bëjmë me turi qa njeriu, ne mund marim vesh. Se di, ashtu besoj, ashtu e shoh si jemi ne, disha ne punëtar jemi. E ne besoj se ne mund bëj ndryshimet mëjra. Faleminderit. Faleminderit ju, shumë.